Në vitin 1991, doli një manual një autori anonim që deklaronte se kishte qenë shkencëtar në projekte tepër sekrete të qeverisë amerikane, qëllimi i cilave që mbledhja të dhënave për llojet e ndryshme të rasave jashtëtoksore që jetonin në këtë planet. Ky person thotë se ka marrë pjesë në intervistat me jashtëtoksorët dhe ka mbledhur informacione të vlefshme si informacione për shkuarën tonë dhe për origjinën e racës sonë. Gjithashtu bëhet fjalë edhe për të ardhmen tonë, dhe totali i racave jashtëtoksore që kanë arritur të regjistrojnë ka qenë 160. Personi në fjalë flet për tema shqetësuese që fshihen nga syri i publikut. Para ca kohësh, AARO, Organizata Zyrtare Amerikane për Studimin e Fenomeneve UFO, del për të satën herë në intervistë zyrtare, duke deklaruar se kërkuesit e saj nuk kanë gjetur asnjë tregues të jetës jashtëtoksore në planetin tonë që qëndron pas faqeve UFO në qiell. Nuk ka asnjë arsye për të shqetësuar, nuk ju kërcënon asnjë rrezik dhe as mos mendoni për këto tema, të cilat ne i lini ne dhe mos dëgjoni ndonjë si David Grush që helmon popullin amerikan dhe disa kongresmen bashkë me ta. Por e vërteta qëndron pak më ndryshe, sepse fishkëlluesit në kongres, përveç kontakteve me jashtëtoksorët, kanë sjellë me vete edhe foto apo video për rastet në fjalë 100% autentike. Një nga kongresmenët më në zë është e ish ushtarakja Ana Paulina Luna. Për arsye të sigurisë kombëtare, këta fishkëllues nuk dalin me të gjithë informacionin që kanë, por lënë disa njolla të forta me deponimet e tyre. Natyrisht që këta persona së bashku me David Grush dinë shumë më tepër se sa thonë, por çfarë janë ato që këta persona dinë për cilat nuk mund të flasin? Kjo histori ka filluar me Bob Lazari, për cilin kanë bërë një video dhe vazhdon sot me David Grush e të tjerë. Persona këta që nuk kanë asnjë lidhje me njëri tjetrin, por ato që thonë kryqëzohen midis tyre. Kush janë qenjet që vizitojnë planetin ton apo jetojnë këtu për një kohë të gjatë? Kush është misioni i tyre dhe do të flasin për shkuarën dhe për të ardhmen, duke u kthyer prapë tek baza Dulce në New Mexico. Ky manual flet edhe për bazat nëntoksore dhe qëllimet e tyre, si dhe për shkuarën ton para miliona dhe miliona vjetëve. Natyrisht që nuk mund t'i përmbledh në një emision gjithë këto të dhëna, por le të fillojmë me ato se kush jeton me ne në këtë planet dhe pse na vizitojnë nga planetet të tjerë. Çfarë dëgjojnë kongresmenët amerikanë me dyert të mbyllura nga Grush, Luis Elizondo apo të tjerë dëshmitar? Personi që ka botuar këtë manual ka punuar edhe 30 vjet për ushtrinë amerikane dhe të dhënat e grumbulluara zën fill që nga 1960 deri në 1990. Ky person donte të mbete anonim, dhe këtë manual e kanë marrë një grup njerëzi, të cilët e kanë bërë libër, të cilin kush njeh gjuhën angleze mund ta lexojë. Ky manual është interesant se ato që janë shkruar në të në vitet 60 apo 70 përsëriten pas një gabim nga fishkëlluesit në Senat. Pra le të shohim se kush janë çunat që krijuan projektin Planeti Blu. Ky manual fillon me ngjarjen e Roswellit dhe krijimin e grupit Majestic 12. Dhe nëse keni ndjekur kanalin, nuk është nevoja që t'i rikthehemi. Ajo që s'kemi folur është se direkt pas Roswellit kemi projektin Aquarius në vitin 1950, qëllimi i cilit që mbledhja e sa më shumë të dhënave të rasave që jetojnë në tokë dhe atyre që na vizitojnë. Ky projekt krijuar nga presidenti Eisenhower dhe kontrollohej nga CIA dhe Majestic 12. Brenda këtij projekti kishte 9 projekte të tjera që ishin të ndara nga i pari dhe natyrisht super sekret. Projekti Plato, që kishte si qëllim vendosjen e marrëdhënieve diplomatike me qenie jashtëtoksore dhe krijimin e bashkëpunimit me ta. Projekti Sigma, që kishte të bënte me komunikimin me këto qenie dhe krijimin e kushteve për marrëdhënie të ndërsjellë. Projekti Red Light, që kishte të bënte me testimin dhe të ashtu quajtur inxhinierie kundër, pra vjedhja e teknologjisë të disje fluturuese që gjetën apo ja udhëruan jashtëtoksorë. Testimet e para brenda këtyre projekteve qenë të pasuksesshme, duke sjellë rezultate katastrofale. Rënje disjes dhe humbje jete të pilotëve. Projektet vazhduan në vitet 70 me më shumë sukses dhe vendi ku kryeshin testimet që baza e njohur 51 në Nevada.
Projekti Snowbird, që kishte si qëllim zhvillimin e teknologjisë konvencionale dhe imitimin e teknologjisë jashtëtoksore. Në thelb ky projekt kishte si qëllim mashtrimin e publikut dhe gjatë prezantimit të kësaj teknologjie ftoheshin edhe gazetarë. Siç e shikoni, ne po punojmë për prodhimin e diseve fluturuese dhe nëse shikoni ndonjë në qiell, natyrisht që është joni, nuk ekziston jashtëtoksor. Projekti Gardner, që kishte si qëllim kontrollin total dhe administrativ të këtyre formacioneve në lidhje me qenet jashtëtoksore. Projekti Pluto, që kishte si qëllim analizën e teknologjive jo njerëzore dhe transformimin e tyre në teknologji për racën njerëzore. Projekti Pounce, qëllimi i cilit që mbledhja të gjithë teknologjia jo njerëzore, që nga mbledhja e disjeve të rrëzuara e deri tek gjetja e artefakteve arkeologjike, duke krijuar histori të reme paralele. Brenda këtyre projekteve punonin njerëz të specializuar për aktivitete të tilla. Kemi organizatën NRO në Colorado, përgjegjëse për sigurinë e gjithë teknologjive jashtëtoksore dhe të objekteve të tyre fluturuese. Kemi ekipin Delta, një zgjatim i NRO-s, të specializuar për sigurimin e bazave toksore dhe projekteve të jashtëtoksorëve, aty ku njerëzit bashkëpunojnë me qenie jashtëtoksore. Ky ekip ka dhe një emër tjetër si kod, Men in Black, por nuk kanë asnjë lidhje me të tjerët Men in Black që nuk janë njerëzor. Pastaj kemi Blue Team, njësi kjo që kryen ndërhyrje urgjente. Çfarë do lloj objekti që bie në planet, qoftë në tokë, qoftë në ujë, është kjo njësi që arrin e para dhe merr masat e nevojshme. Kemi projektin Sign, që ka si qëllim përcaktimin e nivelit të kërcënimit që paraqesin inteligjencat jashtëtoksore. Dhe që është i ambitor, është projekti Blue Book, i cili pjesërisht është bërë publik në media dhe që studion fenomenet UFO. Qëllimi i këtij projekti është diskreditimi i fenomeneve UFO. Të gjitha këto projekte kanë mbi 70 vjet që zhvillohen dhe janë këto projekte një nga arsyet kryesore që sollën në vdekjen e presidentit Kennedy. Natyrisht që këto janë projekte mjaft shqetësuese, por historia nuk përfundon këtu. Kush janë planet, nëse do të kemi një ndërhyrje direkte të jashtëtoksorëve? Si fillim kemi planin A, që ka të bëjë me dezinformim total të kësaj ideje, duke mbyllur gojën çdo personi që do të thotë të vërtetën, duke e tallur publikisht apo edhe me raste duke eliminuar. Ky plan nuk e ka shkuar keq këtu dhe 10 vjeçar me radhë. Plani B, nëse kemi rrjedhje katastrofale informacioni apo sulm total të këtyre qenieve, qëllimi i cilave është marrja e planetit, do të sajojnë rrezikun terrorist të një grupi njerëzish që kanë hyrë në territorin e Shteteve të Bashkuara me armë bërthamore dhe do të hedhin e një nga megapolet e Shteteve të Bashkuara. Dhe në këtë moment do të vendoset ora policore dhe militarizimi i shtetit, duke vënë në kontroll shtetëror gjithë mediat e shkruara dhe vizive. Pastaj do të dalë një skenë të ashtu quajturit të përgjumurit, apo individ të veçantë, të cilëve ju kanë vënë në kokë çipa të ndryshme nga qenet jashtëtoksore apo nga disa shërbime të fshehta tona, dhe do të zbatojnë programe të saktuara. Do të hapen kampe përqendrimi për gjithë disidentët që kundërshtojnë në këtë periudhë të marrjes së pushtetit. Pra se ide është marrja e planetit nga ana e jashtëtoksorëve me ndihmën e rasës njerëzore ose të asaj pjese që bashkëpunon me ta. Përse njerëz brenda këtyre projekte krijojnë skenare të tilla dhe përse bëhen bashkëpunëtor? Sipas këtij manuali, arsyeja është shumë shqetësuese. Këta njerëz që punojnë në këto struktura nuk kanë asnjë zgjidhje për të bërë, sepse forcat me të cilat kemi hyrë në kontakt janë kaq të fuqishme sa praktikisht nuk mund të bëjnë asgjë, dhe këte kuptuan kur pan se me kë kanë të bëjnë. Kush janë pas njerëzve për një kohë gjatë të këtë planet? Në manual kemi klasifikimin dhe tipet e jashtëtoksorëve që vizitojnë planetin, qoftë ata që kalojnë përkohësisht, qoftë të tjerë që qëndrojnë këtu. Kemi të ashtu quajturit miqt, qenie me leje për të vizituar e lëshuar nga ana e Shteteve të Bashkuara. Kemi vizitorë që erdhën në tokë me një qëllim të panjohur. Të burgosurit, që janë qenie të burgosura nga ana e Amerikës apo qeverive të tjera në planet.
Kemi pastaj studiuesit, qenie që vinë në tokë për qëllime studimi. Kemi keqdashësit që janë të rrezikshëm për racën tonë, sepse nuk na respektojnë. Neutralët që vinë dhe shikojnë planetin tonë dhe nuk përzihen. Kolonizatorët, një grup qenie që kanë vendosur të rrojnë me ne. Kanë teknik maskimi dhe rrojnë midis nesh pa u diktuar. Janë të ngjashëm me ne. Kemi dhe grupin e fundit që quhen interaktor dhe që ngatrojnë me punën tona dhe historinë tonë, duke bërë korrektime kur mund ta bëjnë. Këto janë përgjithësi racat që janë toksore, në total 160 që vinë në planetin tonë nga ky nivel ekzistence, apo dhe nga nivelet të tjera jashtë dimensionit tonë. Disa të tjera kanë një kohë gjatë që gjenden në tokë, apo më saktë nën tokë, ku kanë qytete të tëra, baza të ndryshme dhe civilizime të ndryshme. Disa prej tyre kanë kaluar disa herë dhe nuk janë kthyer më kurrë në planet. Vetëm rreth 10 raca janë ato që kanë punë në këtë planet. Le të shohim tani se kush janë këto raca që prej më se 1000 vjetësh ngatrohen me punët tona dhe jo vetëm ngatrohen, por kanë diktuar direkt në krijimin e Homo sapiensit të parë, pra ne njerëzve. Ekzistojnë 3 lloje grish. Lloji i parë është edhe më problematiku, është lloji që krijon më shumë probleme. Ky është grupi i parë që quhet Rigelian. Vin nga sistemi ujor Rigel, që është 864 vite dritë larg nga ne. Është një ras që nuk ka fare ndjenje dhe pikë së pari glorifikojnë teknologjinë e tyre. Nuk duan t'ia dinë fare për ne dhe na shikojnë si copa mishi. Na shikojnë si inkubator për të krijuar një lloj të ri hibridi dhe si ushqim, pavarësisht që kjo mund të duket shumë brutal në pamje të parë. Me trupin e njeriut, sipas manualit bëjnë një lëng që quhet smoothie, në të cilin lahen apo lajnë duart, sepse i bën mirë lëkurës së tyre. Dhe të imagjinosh që një pjesë njerëzit bashkëpunojnë me këto qenie. Largohemi hë për hë nga kjo rasë. Një nga ndjekësit kishte komentuar se pse mos bëhet publike jeta jashtëtoksore në planet. Problemi që ka jetë jashtëtoksore në planet është më i vogël, edhe që ne shërbejmë si ushqim për një pjesë të tyre, është prapë një problem shumë i madh. Prandaj dhe bërja publike ka problemet e saj që do t'i sqarojmë më vonë. Kemi gritë e tipit B, që vinë nga ysia Zeta Reticuli. Janë pak a shumë si rigelianët, por me disa ndryshime. Fytyra është pak më e shkurtër, gishtat në dorë janë të vendosur ndryshe dhe kanë pothuajse të njëjtën gjatësi. Janë më të sofistikuar se rigelianët. Kanë një logjik të shëndosh dhe kanë ndjenjë. Nuk kanë nevojë për keq trajtime të rasteve të tjera futur këtu edhe ne. Në përgjithësi janë pasiv dhe kanë një lloj marrëveshje me disa udhëheqës botëror. Është pikërisht kjo rast që u shfaq një grup i fëmijësh në një shkollë në Zimbabwe. Në përgjithësi janë pozitiv ndaj nesh, megjithëse edhe rrëmbejnë njerëz për eksperimentet e tyre gjenetike, por i kthejnë njerëzit mbrapsht në dallim nga rigelianët. Kemi dhe grupin e tretë të grive të ashtuqyrtit klone të dy grupeve të parat, të cilat i shfrytëzojnë si fuqi punëtore. Nuk kanë hapjet e goja dhe veshët, dhe në fakt janë inteligjencë biologjike që bëjnë punë të ndryshme për dy racat e para. Kemi një rast të njohur të quajtur raca e tipit nordik, që kanë një gjatësi mbi 2 metra. Janë bjellën me sy bojqelli, por kanë edhe sy kaf dhe flok më të errët. Janë rast që ndjekin politikën universale të mos ndërhyrjes, sidomos tek civilizimet e pazhvilluara. Ka raste ku ndërhyjnë kundër rigelianëve, ku këta të fundit fusin hundët në punën tona. Pleiadianët janë paqësorë në përgjithësi, por ka fraksione që i zgjidhin me antiforcës probleme të ndryshme. Por në këtë fushë kemi dhe klone nordik, klone që vinë si rezultat i pleiadianëve dhe grive, dhe që shërbejnë për infiltrim midis racës sonë. Ka një pamje që ngjan me nordikët, por kanë dhe një nuancë grit lëkurës. Këto klone bëjnë dhe punë për grit. Kemi pastaj entitete intradimensionale, dhe janë pikërisht këta për cilët flet Devi Grash para Senatit. Janë qenie interdimensionale nga nivelet ndryshme ekzistence, që nuk vinë nga një planet tjetër, por nga dimension tjetër.
marrin çfarëdo lloj pamje që duan dhe janë këta përgjegjës për demonët apo engjëj. Në përgjithësi janë pasiv dhe vëzhgues si dhe udhëtar në kohë. Ka raste që ngatrohen me punët tona. Kemi humanoidët me ngjyrën blu të lëkurës, të shkurtër dhe që ngjajnë me ne. Janë dashamirë dhe janë parë më shpesh në Amerikën e Jugut. Ju kujtohem besoj tek emisioni me Black Goo. Kemi racën e xhuxhave si tek Zoti Unaze, me ngjyrë portokallit të lëkurës dhe flokëve dhe me një gjatësi 120 cm. Janë neutral dhe ndërrojnë të gjitha format inteligjente të jetës. Në radhë na vjen një rast që quhet të bardhët e gjatë, me gjatësi rreth 3 metra dhe të ngjashëm me ne. Janë paqësor dhe alat me plejadianët dhe racat të ngjashme me ne. Kemi edhe një lloj të veçantë që paraqitet në manual dhe që quhet Men in Black, por jo ata që përmendëm më sipër. Këta janë agentë të grive në formë njerëzore që imitojnë agentët njerëzor. Mbajnë kostume dhe kapele të zeza, automobil të zinj pa shenja dhe syze të zeza dielli. Kanë bebe vertikale të syve dhe pa syze kanë probleme në diell. Sjellja e tyre nuk është normale dhe nuk janë në gjendje të ndjekin normat tona sjellje. Shërbejnë për të trembur dëshmitarët dhe për mbulim të ngjarjeve. Nuk kanë turp për të vënë zbatim planin e tyre. Dhe për në fund kemi një rast që quhet paraterrestrialët, që shikohen si autoktonë në këtë planet, raca e parë në tokë. Ka qenë një rast para miliona vjetësh në tokë, para njeriut të parë dhe formës parë të jetës. Gjatë luftrave ndërmjetëvjeçare janë zbuar në nën tokë, ku urojnë dhe sot e kësaj dite. Kjo është raca reptile që besoj se keni dëgjuar dhe me të drejtë lacerta tha se ne nuk jemi autoktonët në këtë planet. Edhe këta janë të ndanë në lloje dhe nuk janë të lidhur me të shtuqyrët drakonianët, të cilët vinë nga një tjetër sistemi jor. Pavarësisht pamjes së tyre të tmerrshme reptile, ky lloj nuk është armik me ne toksorët. Sipas manualit, armiqtë e vërtet janë rigelianët. Çfarë përgatitje kemi bërë ne kundër tyre? Kush është roli i racave të tjera dhe kush është qëllimi i kësaj race kaq agresive? Këto janë pyetje e përgjigje të cilave do t'i mësoni në emisionin e radhës. Siç e shikoni, ky manual është shumë i çuditshëm dhe tregon se pse ne njerëzit përfunduam në këtë planet dhe pse shërbejmë si ushqim për këto qenie. Mos ndoshta jemi të nështruar dhe nuk e dim. Ky që emisioni i sotëm, ose më saktë pjesa e parë, sepse tek pjesa e dytë kemi sekrete edhe më të shmendura, të cilat do t'i pasojë një pjesë e tretë. Mos harroni regjistrimin dhe deri tek emisioni i radhës. Mirupafshim.